Për ullëm për para jush për respektin dhe për atë që më keni dhënë gjithë kohën, qoftë nga gazetari më i vjetër që është këtu, Zoti Tufa, bashkim, edhe gjithë tjerët, nga Zeka, edhe profesor Muçi që kam qenë koleg, Nikolin Dionisi që kam qenë koleg për 20 vjet. Falenderoj Komitetin Olimpik me dashamirësi sekretarin gjeneral Gerdi Shimën, Fidel Yllin, bashkëpunëtorin tim të një 40 vjetori në sport bashk. Falenderoj të të frim. Ju falenderoj gjithë atletëve sot, falenderit për respektin që më bëni. Kam 50 vjet që i merrem atletik, fatkeqësisht ndava aksidentalisht nga atletika. Do të kisha dëshirë që kufit ishin tjetër kund në kërcimin e zjati, por jeta kështu është, jam rrëzuar dhe jam ngritur, vazhdoj rrëzohem dhe ngrihem prapë. Do të falenderoja njëkohësisht një atlet dhe shok 8 vjet me i dhomë, Zhuaj Breçanin dhe Artan Shytin, të cilët kemi një jetë bashkë në sport. I kërkoj ndjes të tjerëve, Ladit, Preso Luka Qimi, Jerim Zalla, atlet dhe kampion i kërcimit zjati, Vaso Selenica, ju kërkoj ndjes nëse do arryni emri. Edhe ju falenderoj. Është edhe Fatmir Baraktari. Fatmir Baraktari, legjenda e hudhjeve, i miri Baraktari, i cili ka qenë busull për ne, kur e shikona Robinorin, për rekordet e mirë Baraktari. Bravo! Një falenderim i madh për mbështetjen që i bëjnë sportit sot, për Bashkinë e Tiranës, që është promotori më i madh i sportit në kryeqytet, Erjo Beliz dhe kryeministri i Shqipërisë, Zoti Edi Rama, i cili e ka bërë sot sportin dhe Komitetin Olimpik që të vrapojnë në të eci dhe sporti tjetë i barabartë me arenën kombëtare. Ju falenderit për mbështetjen dhe për përkërajnë që Fatmir Baraktari, ikona e hudhjeve që kiqit kampioni madh. Unë do të flas në një drejtim tjetër, sepse të gjitha u folën për Gjergjin. Unë Gjergjin në njoh që ka ardhur në shkollën e mjeshtrisë sportive në Institutin e Fizikulturës, Vëkushi atëherë. Ka qenë një eksploziv që në momentin e parë. Bile bashkë kishim edhe shumë miqësi atëherë, unë isha 10 vjet më i madh se sa Gjergji, për ne ishim shok. Edhe kur mbaron të stërvitën Gjergji, edhe unë ne bashkoheshim bashkë edhe shkoheshim te gropa e kërcimit zgjati. Edhe bëjshim kërcim zgjati nga vendi, kërcim trapsh nga vendi, pastaj shkoheshim tek pista dhe bëjshim start 30. Gjergji ishte një eksploziv i vërtet. Bile për mendimin tim, duke e parë me syrin e sotëm, mbasi kërceu 7-64, një rezultat surprizë për kohën, Gjergji po t'ishte fut në frena në një vend pak më të përparuar, për 8 metra do t'i kishte kaluar me siguri. I kapi. E kapi 800. Klubi Teuta me drejtori Kreshnik Leka i jep sot Gjergj Rulit titullin nderi i klubit Teuta në Durrësim. Kaloni pak për se eliminoni këto, kaloni pak për kështu. Si e veçantë, rekordmeni akoma i pa rekordi që në vitin 1979, 45 vjet pas të rekordi. Atleti më i suksesshëm i klubit Lokomotiva, ish Lokomotiva të Teuta tani. Kënaqësi e madhe, kënaqësi e veçantë. Bravo. Shumë interesant, vllai i Gjergjit sonte ka ditinje, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sonte është 45 vjetori i rekordit që ai 45 vjet më parë arriti pra në kërcim së gjati, duke mbetur kështu në histori dhe ai ka vendosur që sonte ta ndaj me ne këtë 45 vjet. Natyrisht që do ketë dy vlerësime, por le të përcjellim profilin për Gjergj Rulin dhe pastaj jemi bashkë në dy momente vlerësuese për ta.
do bënte garën e kërcimit zgjati, po e mbaj mend me ato getat deri ke gjuri si futbollist. Unë kam një cilësi tjetër për të gjithë i duan prindrit. Po djalë që mas disa vjetësh që prindrit i kanë ikur, flet me një emocion të jashtëzakonshëm, me një dashuri pa kufishme, me një emocion të jashtëzakonshëm është Gjergj Ruli. Ju keni pas një shok, një mik të jashtëzakonshëm, një njerëz të mrekullueshëm. Pasi zëdhës shqipit i namus, këm kam brajta. Në fakt, për të folë për nderin e kombit Gjergj Ruli, këto të tjerat janë të gjitha që procesojnë njeriun e mirë Gjergj Ruli. Pra ndaj dhe shoqata, ambasador për paqen dhe shoqata që ka dhënë, e ka vlerësuar Gjergjin me një diapazon dhe vizion shumë të gjerë si që është ai. Natyrisht është i madh kur na bjen në tavolinë dhe na takojmë dhe mjeshtra si Fatmir Bajraktari, Vasi Semanjaku dhe Shiri Balluku në mes ndoshta, po që se kem arritur ku ka kërcyer, po kam lexuar ke sporti shqiptar i Bashim Tufës në vite e tëra, se njeriu mirë i madh nxet njerëz të mirë. Edhe si gjiton është model. Nuk nga bërë zhurë, haron në herë që s'më në hapër, nuk nga bërë zhurë. Në drejtim Federatës Shqiptare të Atletikës. Edhe kënaqësia më e madhe për mua ishte që Gjergji, krahas gjithë meritave, krahas gjithë dedikime, krahas gjithë dekorimeve që ka marrë në sport, më erdhi shumë mirë që mori dhe ambasadori paqes. Si mund të mos jesh ambasadori paqes kur ti ke qenë një njeri drejtues i Federatës Shqiptare të Atletikës, kur ti ke qenë një njeri që ke stërvit sportistin, kur ti ke qenë një njeri që ke ndarë, sepse tani përmeni problemin e pikturave, po unë du shtoj dhe një gjë tjetër, sepse ne jemi shtrues tonë këtu, edhe gastronomi. Pra një njeri që i ka gjitha mrena, meriton tamam të jetë një njeri i paqes. Janë marrë shumë me sport në Shqipëri, po pak janë kampion dhe rekordmen si Gjergji. Shumë pak. Me gjithë se kanë qenë me mira dhe shumë breza. Gjergji ka qenë sportisti më i madh që kam njohur në jetë. E kam pas kundërshtar me klube bashkë në ekip kombëtar. Mirë, Gjergj Ruli, po t'ishte i zi, do ishte me kombëtarin amerikanë. Faleminderit. Me Gjergj jam takuar vitet e fundit në shkolla Sami Frashi. Kishte momente jashtëzakonisht interesante, por Gjergji me atë mënyrën e komunikimit, ke vejz Lelo, mëse kam gabim, drejtori Sami Frashit. Ditit ja hate shpirtin e zemrën edhe në zanzit e Sami Frashit, thoshin, përso mu që ko përso Gjergji, ka arsur, pra ky ishte lideri i Sami Frashit me të gjithat bëmët edhe gjitha historit sportive që kishte. Është kënaqësi për mua edhe që ta falenderoj Gjergjin që më kaftuar. Kam shumë respekt për të gjithë shokët edhe miqt për kampionat e mëdhenj që ka kjo sallë. Edhe unë dikur kam qenë sportist, por edhe ke Gjergji kam emocionet e mia. Ju falenderoj shumë për të Në sportin shqiptar të atletikës dhe në sport ti je Gjergj Ruli legjendë dhe aktori në mëdhenj. Unë uroj jetë gjatë, shëndet dhe të jetë gjithmonë i lumtur me miq që i mbajnë gjithmonë pranë zemrës. Atëherë që jemi live drejt për më fundi në atletik. Vllai Gjergji sonë ka ditëlindje, Burani i duar të vite edhe këqij. Uroj jetë gjatë, shëndet dhe miqësi me Amerikën me miqtë që ka atje. Ju falenderit. Ky është kampioni mes kampionës tonë. Një përshëndetje edhe për nipin tim të shtrenjtë. Elia, edhe për vajzën Dhëndri, që janë pjesa më e shtrenjtë e trashëgimtarëve të mi jetë. Një dorë të vite për Gjergj. Edhe një falenderim për të gjithë fjestarësit që janë këtu. Në fakt, unë dua ta falenderoj Gjergjin që na mblodhi. Isha vite pa i parë shumë për ju. Këtu, ke kënaqësinë të shohësh kampion, por dhe trajner që bëjnë kampion. Ky është Gjergji. Një sportist i jashtëzakonshëm. Në përmasa ndërkombëtare. Jeta e mori ashtu siç e mori, sepse ashtu jetonin gjithë në atë periudhë.
Po t'ishte sot, Gjergji do e peshoni me Flori. Ky është Gjergji. Në që dhe të përsërisim njëri tjetrin. Unë ka pas fatin e kam njërë Gjergjin që Kalama, që kur ka ardhur në vitë parë në Universitetin Sportive, ne ishim studenta, dhe kemi rojtë atë misi në të gjitha këto vite deri vitet e sotme. Pata fatin që të bashkëpunoja shumë me Gjergjin kur isha drejtori i sporteve në ministri, dhe si isha atlet edhe unë më hante krahun çika atletika, dashje pa dashje që doja t'i ndihmoja çik më shumë. Edhe u përpoqja t'i ndihmoj aq sa munda, domethënë. Por Gjergji ka vlera si njeri. Është mirënjohës me të gjitha. Është njeri që konsultohet me njerëzit, pyet, nuk merr iniciativa kështu vetëm me mendjen e vet. Dhe këtu kam të kënaqësi më të madhe me Gjergjin që shpeshherë jemi konsultuar dhe kemi zgjidhur problemet që ka pasur në drejtimin e Federatës Shqiptare të Atletikës. Këto vitet e fundit po thuaj rri për ditë me Gjergjin. Sa që i me shoqe të thotë kur merr Gjergjin në telefon të mori dashnori thotë. Mori dashnori thotë. Prandaj ti. Me një sot mori dashnori. Po jo, dashnori thotë, ti e njeh mirë. Kështu që unë ndej kënaqësi edhe për këtë titull që i jepet Gjergjit. Nikolosi, siç ka qenë Gjergji, dhe them me bindje këtë. Pse? Dy fenomene kam pa unë në Shqipëri dhe në botë. Gjergj Ruli i ngjet shumë bombimensit, sepse ai doli jashtë të kornizës së pritshme të rezultateve. Se çdo rezultat nuk mund t'japi një dalje jashtë kufive. Gjergji në Shqipëri dhe sinqerisht edhe Bob Bimensi në Mexico City ku bëni kërcimin e vet fenomenal, këto janë dalje nga orbita. Pra, ky ishte Gjergji Ruli dhe unë desha të bashkëpunoj, por nuk që fatin e të bashkëpunoj. Sepse kisha dëshirë që atë 8 metërsin ne ta festonin së bashku. Dhe ishte tamam një sportist që mund të realizohej se në atë kohë, sepse disi është puna e kohëve, është si puna e shkëmbimit të parave. Lekët atëhere nuk di se sa mund të shkëmbeshin sot. Gjergji, urime për të gjitha gjërat që ke fitu, sigurisht i nderi kombit ton, edhe kjo është gjëja më e madhe, por dhe këto të voglat formojnë atë garniturën e bukur ku është në mes nderi kombit ton Gjergji i dashur. Gjithë kjo prezencë e madhe këtu figurash të mëdhenj të sportit shqiptar tregon që për respektin. Unë kam parë në video, s'kam parë si sportist, por kur njoha që ishe president, trajner, analist, parë që kishe kolor si trajner, ngjyra si president, penelap si analist, kishe gjitha këto, ashtu të pikturat e tua. Kurse si sportist gjithë sa thonë që e ke shkruar me ngjyrat e arta. Unë të uroj vetëm shëndet, jetë gjatë dhe ta kesh gjatë të misi të shtrejtë. 83, nga Durrësi si rekordmen dhe këtë Dinamo pasaj e thyrë rekordin 774, një rekord i mahnitshëm në atë kohë dhe ka qenë një nga sportistat universal. Bënte edhe 100, edhe zjati, bënte edhe stafetën. Kështu që këto kanë qenë cilësitë e tij si sportist. Ka qenë shumë i talentuar, por fati ai dhe mund të shkonte edhe më tepër, kushtet atëre ashtu ishin, trajnerat sa atij niveli ishin, me thonë të vërtetën. Kështu që fati i Gjergjit deri aty ishte. Pastaj si njeri ka qenë një nga sportistat më të mirë të edukuar këtë Dinamo, unë flas për këtë Dinamo. Edhe në ekipin kombëtar, pastaj si drejtues i federatës, që
që kemi punu bashkë, kemi thy shumë rekorde në atë kohë, kryunde çekiçin e femrave, edhe thym dhe rekordin e madh të zotit Ajetos. Dorian Çollak. Me Dorian Çollak. Është e vogël për të mbledhur gjithë ata që kanë mjetuar dhe punuar me Gjergjin, edhe koha në dispozicion është asnjëherë nuk mjafton për t'i thënë gjithë ato që duhet thënë. Ajo që tha Gjergji kemi që 14 vjeç, e deri tani dhe historitë janë pafund. Unë ajo që mund dalloj dhe dua dalloj është fakti që Gjergji nuk është vetëm një atlet i madh, Gjergji është një drejtues i shumë i mirë i sportit, një drejtues administrator shumë i mirë në San Marino, një si thua mik i të gjithëve dhe një vlerë që u tha pak, po dua ta theksoj që është një artist, një piktor i jashtëzakonshëm, kështu që nëse në sport do përmbledhem në një figurë, le të themi poliedrike, Gjergji është ndër ata më sfikaturit se ne jemi gjithë sportistë apo ditur me sportin, po me artin nuk na e thot. Gjergji ja thot edhe në art, kështu që është për i plot se ne. Faleminderit gjithëve, Rulo. Uroj që t'jemi edhe 50 vjet tjera bashkë, po qem, po s'qem, s'ka problem. Kërkojnë ndjesë për diçka që në këtë audicion mungonte Luiza Gega dhe Izmir Smalaj dhe Franco Buraj, 3 atletët që janë më elitarë që ka federata, dhe i përgëzoj për garat e ardhshme, për në Olimpiad, Kampionatin Evropian dhe gjitha eventet që do të vinë që të kenë sukses dhe rekorde të reja. Bravo. Ka një natë natyrisht emocionuese, ka marrë shumë titull në jetë, por sot e ka 2 stacione lumturie dhe vlerësimi për gjithçka që ka dhënë sportit, si ish atlet, si drejtues, por dhe si një nga protagonistët e mëdhenj të historisë atletikës shqiptare dhe sportit.